dje i kishte bombarduar 3 tanker me naftë, një të Britanisë dhe 2 të Amerikës, dhe dëmi i tyre për secilin është diku $300 milion për çdo tanker. Kjo pse është kështu? Për shkak se një tanker mban diku 2 milion barel naftë, dhe ajo me çmimin e re që do të jetë $100 bareli, do të kushton $200 milion vetëm nafta në tanker, dhe 100 milion të paktën kushton tankeri, pra 300 milion. Pra 3 anije, diku $1 miliard dëm është bë, dhe kush do ta paguajë atë dëm? Dëm duhet ta paguajnë agjencionet e sigurimit. Dhe tani kuptohet që një agjencion e sigurimit nëse paguan $1 miliard brenda disa minutave, ata do ta ndërpresin sigurimin që anije të shkojnë dhe të marrin naftë, dhe kështu që 90% e naftës që Japonia e merr prej atij rajoni nuk do të ketë më naftë, Korea e Jugut nuk do të ketë më naftë, dhe Kina po ashtu 30% e naftës e merr nga Irani dhe 20% ndoshta nga shtetet tjera si Arabia Saudite dhe Iraku, dhe gjithë kjo do ta fusë botën në një krizë ekonomike. Po kuptohet që nëse zgjatën shkurtimisht kjo luftë, kjo nuk do të jetë rasti, për shkak se këto shtete që përmenda, të gjithë kanë rezerva të naftës, e kanë parapasur në një rast të krize, ata kanë të paktën për 200 ditë naftë që pa ndërprerë të zhvillohet ekonomia e tyre, dhe nuk do të kemi një krizë botërore. Po Irani planifikon që ta zgjasë këtë luftë, dhe nëse zgjat kjo luftë me muaje, atëherë do të shiqem një recesion global në të gjithë botën. Qartë, zëtë nga ana tjetër, mendoni se mund të shndrohet Libani në epicendrën e një konflikti shumë të madh, pasi shkëmbimi i zjarrit mes Izraelit dhe Hezbollahut rrit sigurisht tu edhe rrezikun e luftës në 2 fronte? Po tash Libani kur e përmendin duhet ta ndajmë se kemi Libani jugor dhe pjesa tjetër. Interesi i Izraelit është Libani jugor, pra Libani jugor apo edhe Beiruti jugor i kanoset një rrezik si Gaza. Pra ata do të përpiqen që ta rrafshojnë të paktën Beirutin jugor, atje ku jeton popullata shiite dhe ku është aktiv Hezbollahu, që ta shkatrojnë që të gjithë dhe mundësisht edhe ta okupojnë. Përpjekja e tyre në këta 2 vite ka qenë e madhe, edhe pse ka pas një anëpushim mes Hezbollahut dhe Izraelit. Izraeli pa ndërprerje ka sulmuar Libanin jugor dhe i ka vrarë shumë ushtarë dhe epror të Hezbollahut. Ka qenë e suksesshme përpjekjet e Izraelit për ta dobësuar Hezbollahun. Mirë po gjithmonë kemi surpriza, për shkak se Hezbollahu, ushtarët e tyre janë luftëtar të vërtetë, dhe në një përpjekje të Izraelit që ta okupojë përsëri Libanin mund të dështojë, po jo vetëm ato, nëse raketat e Iranit kanë efekt të madh në Izrael, ka mundësi që kamësoria e Hezbollahut të hyjë në veri të Izraelit dhe të fillojë të çlirojë qytetet e Palestinës nga okupimi i Izraelit dhe nga shteti sionist, ashtu sikur bëri Hamasi në 8 tetor apo 7 tetor 2023, një rrezik i tillë i kanosur tani Izraelit në pjesën veriore të kufit. Zoti Daudi, nga ana tjetër, na mundet ky konflikt të shkaktojë dhe goditje zinxhir në tregjet financiare dhe inflacion të ri global? Po, mund të ndodhë. Se nëse çmimi tani pjesa e parë një barel naftë ishte $76. Prandaj është kjo arsyeja pse u mbyll edhe borza, nuk e di a janë mbyll në të gjithë botën apo vetëm në Perëndim. Të paktën do të jetë $100 bareli, dhe kur hyn çmimi naftës shumë i lartë, atëherë kompanitë apo fabrikat e ndryshme ndërpresin prodhimin, për shkak se kostoja bëhet shumë e madhe, dhe kuptohet që kur nuk ka prodhim, kemi inflacion, për shkak se mallra kemi pak në treg dhe rritet çmimi, dhe kjo ndikon në rritjen e inflacionit. Dhe kjo është frika më e madhe e presidentit Trump, për shkak se ai kur ndërmori këtë ekspedit ushtarake pa lejen e Senatit dhe Kongresit Amerikan, ai tha që do të jetë shumë e lehtë puna jonë,
dhe si duket nuk i doli hesapi shtëpis, nuk doli në pazar. Kjo luftë mund të zgjatet për shkak se tani Irani refuzon që të negociojë dhe kjo mund të ndikojë që të rritet inflacioni dhe nëse rritet kriza apo thellohet kriza në SBA, atëherë rrezikohen që t'i humbë edhe zgjedhjet këtë vit për Senatin apo dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin, prandaj përpiqet tani SBA-ja që të dërgojnë ndërmjetësues që ta bindin Iranin që të ulet në masën e në tavolinën e bisedimeve dhe t'i pranoj kushtet e SBA-s. Tani Trumpi ndihet fitimtar, triumfues për shkak se arriti që ta vras liderin suprem të Iranit. Po me këtë rast për shkak se është lajm i freskët, pra u vra dje u dëshmua. Unë besoj që kjo është një lajm i mirë për iranësit, vrasja e liderit të Iranit, për shkak se në videot e mëparshme kam thënë që nëse ka ndonjë tradhtar në Iran, ai është lideri suprem i Iranit, dhe ai është shkaktar i kësaj lufte, për shkak se nëse Irani kishte bombën atomike që lehtësisht mund ta prodhonte, nuk do ta sulmonte Izraeli dhe SBA-ja dhe të gjithë shtetet tjera Iranin, po iranësit do të jetonin në një paqe dhe në një prosperitet ekonomik. Prandaj besoj që lideri i ri i Iranit që do të zgjidhet, brenda një jave, 2 jave, ta formoj bombën atomike, ta krijoj për shkak se e kanë uraniumin, i kanë centrifugat, i kanë shkencëtarët, dhe përderisa nuk janë vrarë edhe shkencëtarët tjerë nuklear, nuk janë shkatruar gjithë centrifugat, dhe nuk është dorëzuar Irani për shkak se qeveria e Iranit ishte gati që të dorëzohet dhe ta dorëzojë gjithë uraniumin, pra kemi një qeveri tradhtare në pushtetin e Iranit. Shpresoj që garda revolucionare ta marrë pushtetin dhe të bëhen seriozisht, se ajo që ka ndodhur Iranit para 2 ditëve ishte një komedi e vërtet, por për shkak se u vran njerëzit apo politikanët mund të quhet një tragjedi komedi, për shkak se brenda 60 sekondave u vra ministri i mbrojtjes, u vra general lejtanti ushtrisë, u vra lideri suprem. Pra kjo ndodhi para 6 muajve dhe e njëjta u përsërit, për shkak se ka njerëz naiv në politikën e Iranit, të cilët besojnë në negociata me SBA-n dhe Izraelin, dhe ju ndodhin gjëra të këtilla dhe mandej dalin në televizion dhe thonë u habita pse na sulmoi SBA-ja apo pse na sulmoi Izraeli, pra janë qesharak politikanët e Iranit. Shpresoj që ushtria ta merr pushtetin dhe të vazhdojë me suksesin e operacionit ushtarak dhe besoj që botën islame e kanë në krah të tyre, besoj popullatën muslimane. Dhe në këtë muaj të Ramazanit të gjithë muslimanët bëjnë dua që të dalë fitimtar Irani në këtë luftë. Qartë. Ndërkaq, zot Daudi, për ta mbyllur, nëse vazhdon kjo logjik, pra goditje për goditje, mendoni se do të vijë momenti kur asnjëra nga palët ndoshta nuk do të ketë më kontroll për pasojat që do të lënë pas? Po tani SBA-ja nuk ka ndonjë rrezik të drejt për drejt, për shkak se dikon 7.000 kilometra larg territorit të Iranit. Rreziku është për Iranin për shkak se mund të mos ekzistojë si shtet, nëse këta sulme kanë sukses dhe nëse bëhet protestat ngrihen në Iran, kuptohet me mbështetje të CIA-s amerikane, Mossadit, Izraelit,